fshatin Rrupej. Sapo kemi përfunduar fikjen e një zjarri problematik, i cili mund të bënte dëme të mëdha, por aktualisht na u dojt një pjesëre. Forca zjarfikse erdhi me shpejtësi të madhe dhe kemi shpëtuar rreth 20-30 vet dhe 3-4 familje banesa pa u djegur. Unë u bëj thirrje të gjithë banorëve, të gjithë fermerëve, të heqin gardhet nga pronat, nga tokat e tyre, sepse na pengojnë shumë gjatë lëvizjes. Kam hyrë 2-3 herë në këtë drejtim që jemi ne nga mrapa këtyre banesave për të fikur zjarrin dhe ishte e pamundur të shkoje deri në objektivin që kishim neve. Kaluam nga ana tjetër e fshatit që mundëm që të lokalizojmë zjarrin edhe ta fikim ata. Kështu që unë edhe njëherë u bëj thirrje të gjithë qytetarëve të kenë kujdes. Kaq. Zjarret, unë edhe dije që është po në këtë vend. Edhe dije kam qenë po në këtë vend. Dije kam pas 6 raste zjarri. Këtu në Karbunar, në Qerretëri, në Pirë, në Savër, kam qenë në 6 vatra zjarri. Kjo është vatra e dytë. Digjen ambulloret edhe zjarri hapet del jashtë kontrollit. Fryn edhe erë, zakonisht zjarret ndodhin mas dite, ligji është ashpërsuar, unë mendoj se duhen marrë masa për këtë drejtim, që edhe njerëzit të njësojnë më shumë. Ju falemderit juve, punë të mbarë.